i debutimit të kampionit të shumë fish të Kosovës në boksin amater, në fakt reprezentuesi i vendit ton, Patriot Berami debuton sonte në Vjenë të Austrisë, mundësuar nga promoteri shqiptar Shpëtim Shala. Ai e bën edhe debutimin e tij në boksin profesionist. Ky është pra kundërshtari i tij, Dragosh Nikolaj, cili na vjen nga Rumania. Është interesante se ka një karrierë të gjatë në sportet luftarake, pra lufton edhe në kategori të tjera si kickboxing, muay thai, dhe do të jetë një test interesant për Patriot Beramin, i cili sot bën debutimin në boksin profesionist. Berami është 25 vjeçar, është definitivisht një prej boksierëve më të mirë shqiptar të boksit amator, ndërsa se cila do të jetë rruga e tij në boksin profesionist mbetet të shihet. Berami i shoqëruar nga trajneri që rriti që nga musha 10 vjeçare, Besim Brahimi, po pushtoi skenën këtu në Vjenë. Ky pra mbetet një ndër meqet më interesante të kësaj mbrëmje. Patriot Berami rikthehet edhe një herë në skenë, por kësaj radhe në boksin profesionist. Ka pasur një kamp jashtëzakonisht të mirë stërvitor në Gjermani, ndërsa sonte udhton nga Hamburgu dhe vjen në Vjenë. Në fakt ka arritur para 2 ditëve në Vjenë, është akomoduar këtu. Sot ka pasur edhe stërvitjen e mëngjesit. Kemi pas rastin të takohemi dhe duket në fund të shkëlqyer. Ashtu në fakt ka deklaruar, ndërsa se si do të boksoj dhe si do të duket, kjo mbetet të shihet. Ky djalosh premton shumë, është një ndër emrat më premtues të boksit të Kosovës. Ka boksuar në boksin amator për boks klubin Gollaku, ndërsa ka reprezentuar Kosovën në disa gara. Është i shoqëruar nga këndi i tij, Besim Brahimi, trajneri me të cilin Patriot Berami ka kaluar të gjithë, pothuajse të gjithë karrierën e tij. Së fundi karriera e tij zhvillohet mes Kosovës dhe Gjermanisë. Ai një pjesë të kampeve të tij e kryen pra në Gjermani, konkretisht në Hamburg. Pritet me duar trokitje Berami, i njohur për komunitetin sportiv. Le të shohim se cili do të jetë epilogu i kësaj përballje. Nikolaj ka më shumë përvojë në boksin profesionist, gjithashtu edhe në luftrat e sporteve, të gjitha pra sporteve luftarake. Në aspektin profesionist është fjala, ka mbi 30 lufta në boksin profesionist, ndërsa karriera e tij ngërthehet edhe me bokse tjera si thai boksi, kickboksi dhe MMA. Por le të shohim sot se si duket ka një problem me dorezat e tij. Berami nuk ja kanë lidhur dorezat e tij për arsye se brenda këtij momenti kur do duhet të zhvillojë një mes tjetër, është meqi në mes të Patricia Lager dhe Fani Vilicic, ai i cili në momentet e fundit nuk e dim për çfarë arsye është anuluar, dhe kështu Patriot Berami doli si duket nuk është bërë gati doreza e tij, dhe pikërisht për këtë arsye po e kemi edhe vonesën. Po shpresojmë që shumë shpejt Berami të jetë i gatshëm, dhe kjo shpresojmë të mos ndikojë në dekoncentrimin e tij. Ndërkohë përveç në Art Motion, në kanalin 4, kjo mbrëmje po transmetohet live edhe në kanalin numër 1 të sportit në Austri, në ORF. Pra pashën një kohë të gjatë shqiptarët organizojnë meqe boksin në Austri, ndërsa
është kryesisht Simba Sports dhe vëllezërit Shala, ata që janë organizatorë të tyre, dhe në këtë formë janë rritur disa boksierë shqiptar. Shimshek dhe Edi Vranoci pritej të ishte një nga betejat më interesante të natës së sotme, por për arsye se dielli gjatë kampit të tij në Gjermani është lënduar, kjo ndeshje është shtyrë. Duket se tani kjo është edhe momenti kur është gati edhe Patriot Berami edhe Dragosh Nikolaj, kundërshtarit i për fillimin e meqit. Të shqojmë se çfarë do të ndodhë. Berami ka një karrierë interesante në boksin amator, të shqojmë se si do të jetë debutimi i tij në boksin profesionist. Dragosh Nikolaj po shkon përpara, Berami me qetësi e kontrollon. Berami mban distancën. Nuk ngutet, kontrollon distancën me dorën e tij të majtë. Janë emocionet të veçanta, ata përcjellën Beramin në debutimin e tij, pasi që për një kohë të gjatë kemi pasur rastin përmes Klan Kosovës dhe Art Motion të përcjellin betejat e tij të ndryshme, qysh kur ishte si fëmijë. Ka një lëndim Dragosh Nikolaj. Çfarë po ndodh me që është lënduar Nikolaj? A do të mund të vazhdoj ky meq? Nuk ka mundësi të vazhdoj, më kaq që nuk e pam Beramin të boksoj. Më shumë, më kaq që u lëndua Nikolaj, sepse do të kishim rastin të shohim Nikolaj si duke ka nxjerrur krahun e tij. Do të llogaritet me nokaut, jam këtu afër gjyqtarit për momentin. Më kaq që nuk e pa më shumë minuta të boksoj Patriot Beramin, i cili kishte shpenzuar shumë kohë dhe para për të përgatitur për këtë meç, pra vjen nga qyteti i Hamburgut. Më kaq që nuk e pam Beramin të boksoj, edhe më shumë është një bokser mjaft perspektiv ky djalosh, por fatkeqësisht kundërshtari i tij ka një problem me krahun e tij të djathtë. Kjo ja pamundsoi ta zhvilloj ndeshjen më shumë dhe ja mundsoi që me nokaut të fitoj Berami. Ky pritej të ishte një nga meqet më interesante të kësaj mbrëmjeje, por Nikolaj e dorëzoi qysh në fillim. Ky është debutimi i Beramit, ka shënuar fitoren e parë në karrierën e tij.